Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad, ala ahlihi tayyibin at-tahirin, sahbihi al-muntajabin, wa ala jami'i al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirplotit. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhelishanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe beqadita e Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth temës virtytet e besimtarit. Do ta nisim me ajetin e 10 të surës Huxhurat, ku Allahu i madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Me të vërtet, besimtarët janë vëllezër. Prandaj, pajtoni vëllezërit tuaj dhe kini frikë Allahun që të mëshiroheni. Pra besimi është dhurata më e madhe që Allahu i madhëruar i ka falur njerëzit. Ai nuk është vetëm një deklarim me gjuhë apo një ndjenjë e fshehur në zemër, por besimi është një mënyrë jetese që pasqyrohet në çdo fjalë, veprim dhe sjellje. Një besimtar i vërtet njihet jo vetëm nga adhurimet që kryen, por dhe nga morali, drejtësia, durimi dhe sinqeriteti, dhe mbi të gjitha nga mënyra se si sillet ai me njerëzit në shoqëri. Pikërisht, këto cilësi përbën virtytet e besimtarit, të cilat Islami i konsideron si gurët themelor të një shoqërie të shëndosh dhe të drejtë. Kurani famullar dhe mësimet e profetit dhe mësimet e Ehli Bejtit, paqja qoftë mbi ta, i kushtojnë rëndësi të jashtëzakonshme edukimit moral, duke na mësuar se besimi i njeriut plotësohet vetëm atëherë kur ai zbukurohet me virtytet e larta. Allahu i madhëruar përshkruan në mënyrë të mrekullueshme tiparet e besimtarëve të suksesshëm në fillim të surës Mu'minun, ku thot: Bismillahirrahmanirrahim. Me të vërtet kanë shpëtuar besimtarët, ata që janë të përulur në namazin e tyre, që largohen nga fjalët e kota, që japin zakatin dhe që ruajnë nderin e tyre. Në këto ajete, Allahu na tregon se besimtari nuk dallohet vetëm nga lidhja e tij me krijuesin, por dhe nga sjellja e tij në përditshmëri. Përulësia në adhurim, largimi nga kotësit dhe ndihma ndaj të tjerëve dhe mbi të gjitha ruajtja e moralit janë shenjat të një zemre të mbushur me iman, pra me besim. Themeli i të gjitha virtyteve është sinqeriteti. Çdo vepër humbet vlerën e saj nëse nuk bëhet për hir të Allahut. Besimtari nuk kërkon lavdërimin e njerëzve, por kërkon që Allahu të jetë i kënaqur me veprën që ai bën. Allahu thot në Kuranin e Shenjtë: Bismillahirrahmanirrahim. Ata nuk u urdhëruan për tjetër veç se ta adhurojnë Allahun me sinqeritet të plot. Ajeti i 5 i surës Bayyina. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: vlera e çdo vepre, më falni, matet me sinqeritetin e saj. Kjo do të thotë se qoftë edhe një vepër e vogël, nëse bëhet me zemër të pastër dhe me sinqeritet të mirë, ka peshë të madhe tek Allahu, ndërsa një vepër e madhe pa të sinqeritetin nuk sjell shpërblimin e dëshiruar. Një tjetër virtyt i dobishëm dhe i domosdoshëm është durimi i besimtarit. Jeta e njeriut dhe të gjithëve ne është e mbushur me sprova, është e mbushur me vështirësi dhe sfida, por besimtari nuk ka humbet shpresën dhe kursesi nuk dorëzohet. Ai e di se çdo sprovë është një mundësi më shumë për t'u afruar me Allahun, prandaj dhe Kurani thot: vërtet Allahu është me durimtarët. Ajeti 153 i surës Bekare. Imam Sadiku, paqja qoftë mbi ta, e përshkruan rëndësinë e durimit me fjalët si më poshtë: durimi ndaj besimit është si koka ndaj trupit. Ashtu si trupi nuk mund të jetojë pa kokë, edhe besimi nuk mund të qëndrojë pa durim. Një tjetër virtyt i besimtarit, të nderuar dëgjues dhe shikues, është ndershmëria dhe besnikëria. Këto të cilët janë cilësitë që e dallojnë besimtarin nga të tjerat. Ai nuk mashtron, nuk tradhton amanetin dhe nuk cënon të drejtat e askujt. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ta dhe mbi familjen e tij, ka thënë: ai që nuk është i besueshëm nuk ka besim të plot. Përulësia është një soli e çmuar e besimtarit. Sa më shumë që njeriu e njeh madhështinë e Allahut, aq më shumë largohet nga mendjematësia. Ai nuk mburret me pasurinë, dijen apo pozitën e tij, sepse e di se gjithçka që ai posedon është dhuratë nga Zoti i gjithësisë.
Kurani na këshillon dhe thot: mos ec në tokë me mendje madhësi. Imam Aliu gjithashtu thot: fryti i dijes është përullësia. Pikërisht, përullësia nuk e ul vlerën e njeriut, por përkundrazi, ajo e lartëson atë në sytë e Allahut dhe të njerëzve të tjerë. Një zemër besimtare është gjithashtu e mbushur me mëshirë dhe me butësi. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ishte shembulli më i përkryer i mëshirës dhe i butësisë. Allahu i madhëruar thot në Kuranin e shenjtë: Bismillahirrahmanirrahim. Ne të dërguam vetëm si mëshirë për të gjithë botat. Ajeti 107 i surës Anbiya. Vetë profeti ka thënë: mëshironi ata që janë në tokë, që t'ju mëshiroj ju ai që është në qiell. Pra besimtari nuk e ushqen zemrën në urrëtie, por përpiqet që të falë, të kuptojë dhe të ndihmojë të tjerat. Ai e di se mëshira është prej cilësive më të dashura tek Allahu, prandaj e zotëron ata. Fjala është një tjetër virtyt i lartë që zbukuron karakterin e besimtarit. Njerëzit gabojnë, por besimtari nuk nxiton të hakmarret. Ai kujton se edhe vetë ka nevojë për faljen e Zotit të gjithësisë. Dhe kujtojmë hadithin e profetit: mëshiro ato që janë në tokë, që t'ju mëshiroj ai që është në qiell. Pra për këtë arsye Kurani thot: le të falin dhe të tolerojnë. A nuk dëshironi që Allahu t'ju fal? Ajeti 22 i surës Nur. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: falja është kurora e fisnikërisë, sepse falja nuk është shenjë dobësie, por dëshmi e forcës të karakterit dhe madhështisë së shpirtit. Një besimtar nuk jeton vetëm për veten, ai kujdeset për të varfrit, jetimet dhe çdo njeri që ka nevojë. Kurani lavdëron ato që japin nga pasuria e tyre vetëm për hir të Allahut, teksa thuhet: ata u japin ushqim të varfërve, jetimëve dhe robëve vetëm për hir të Allahut. Ajeti 89 i surës Insan. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ta dhe mbi familjen e tij, ka thënë: njeriu më i mirë është ai që u sjell me shumë dobi njerëzve. Bamirësia nuk kufizohet vetëm në dhënien e pasurisë. Edhe një fjalë mirë dhe një buzëqeshje apo një ndihmë e vogël janë të gjitha këto forma të sadakas. Besimtari ruan me kujdes dhe gjuhën e tij. Ai nuk përgojon, nuk shpif, nuk fyen dhe nuk përhap fjalë që dëmtojnë të tjerat. Kurani ndalon qartë azi përgojimin duke thënë: mos përgojoni njëri tjetrin. Ajeti 12 i surës Hujurat. Dhe profeti na këshillon dhe thot: shpëtimi i njeriut është në ruajtjen e gjuhës së tij. Pra një fjalë mund të shërojë një zemër, por njëkohësisht mund edhe ta plagos zemrën për të gjithë jetën. Për këtë arsye besimtari mendon para se të flasë dhe zgjedh gjithmonë fjalën që sjell paqe dhe mirësi. Moralin e mirë Islami e konsideron si një nga treguesit më të rëndësishëm të kësaj feje, dhe mbi të gjitha dhe të besimit në Allahun e plotfuqishëm. Allahu e lavdëron profetin duke thënë: ti je me virtytet, ti je vërtet me moral madhështor. Ajeti 4 i surës Qalam. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: më i dashuri prej jush tek unë është ai që ka moralin më të mirë. Një vend të veçantë në jetën e besimtarit, mbi të gjitha të nderuar dëgjues dhe shikues, pasi folëm për të gjitha këto virtyte, është dashuria për Allahun, për profetin dhe hlibetin e këtij profeti. Kjo dashuri nuk mbetet vetëm në zemër, por shfaqet duke ndjekur shembullin e tyre, duke zbatuar mësimet e tyre dhe duke e mbrojtur të vërtetën. Allahu thot: Bismillahirrahmanirrahim. Thuaj, nuk kërkoj prej jush asgjë dhe asnjë shpërblim tjetër përveç dashurisë ndaj të afërmëve të mi. Ajeti 23 i surës Shura. Kur zemra mbushet me këtë dashuri, ajo bëhet më e pastër, më e durueshme dhe më e gatshme për të bërë mirë. Prandaj të dashur vëllezër dhe motra, besimtari i vërtet është ai që përpiqet çdo ditë të afrohet më shumë me Allahun, duke zbukuruar karakterin e tij sipas shembullit të profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij dhe hlibetit e tij të pastër, alayhis salam. Vetëm atëherë besimi bëhet dritë për zemrën, udhëzim për jetën dhe shkak për lumturinë në këtë botë dhe shpëtim për botën tjetër. Dhe të lutim Allahun e madhëruar që të na mbarsoj, të na bëft për atyre të cilët dëgjojnë fjalën e tij dhe themi dëgjuam e u bindëm, dhe Allahu të na mbarsoj dhe të na zbukuroj gjithmonë rrugën tonë me frymën e besimit dhe na bëft për atyre të cilët
virtytet që ne i përmendëm të kemi në vetat tona dhe të përvetsojmë çdo ditë e më shumë. Në këto momente të nderuar dëgjues dhe shikues, duke ju lënë në mbrojtjen dhe ndihmën e Allahu xhelalu xanhu, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe beqati të Allahut qofshin mbi ju.